Është pikërisht momenti kur skuadra zbresin në përshëndetje të udhëhequr nga gjykatari kryesor Kamal Umudlu nga Azerbajxhani. Është ai kryesori i kësaj ndeshje, ndihmuar nga asistentët Namik Huseinov, Rusat Mamedov, ndërkohë që në pistë arbitri 4 do të jetë Ingilab Mamadov. Këtë që edhe në këtë raund nuk ka përdorim të sistemit VAR në ndeshje që luhet në UEFA Conference League. Ka një devim, pas është Berisha, topi kthyer prapa, mund përfitoj Malomo. Tentoni të bli Malomo, dalin në krahun e djathtë, një mundësi mjaft e mirë për Berisha, por do Vila! Shëro Dinamo! Lorenzo Vila! Çfarë kombinimi! Sjell golin e Dinamos në minutën e 24. Një vertikalizim perfekt për Lorenzo Vila. Kjo përballë portierit Zopek dhe shënon golin e avantazhit për blut e Dinamos. Për Lorenzo Vila. Gol që vjen në moment mjaft të rëndësishëm, krejtësisht e bëjë pozicioni, çfarë asisti mrekullueshëm nga Ekuram Berisha për Lorenzo Vila. Feste pa përmbajtur Ylli, ndoshta edhe fakti që Dinamo po vuan, dhe ju e thatë dhe në koment, pra që vuan dhe erdhi goli pikërisht momentin që i duhej më së shumti. Fantastik ky aksion i skuadrës së Dinamos me Lorenzo Vilën që tregon vlerat e tij si goleador, por edhe si njëri që di të shërbejë shkëlqyeshëm. Ismaili mund përfitoj nga shpejtësia e tij, Ismaili vendosur në qendër. Ismaili kur asyret majtë vonon, pastaj Çefalia! Gol Dinamo! Klebi Çefalia! Në minutën e 43 shënon të gol sigurie për skuadrën e Dinamos. Një goditje jo zakont me të djathtën e Klevi Çefalis me topin që ka patur një devijim që ndjer krejtësisht në kundërkohë portierin Radua dhe jep këtë avantazh mjaft të rëndësishëm skuadrës së Dinamos. 43 minuta lojë, Dinamo 2, Alumini 0. Elvis. Tashmë jam më të sqaruar tek Dinamo, e kuptoj që ky gol është një çlirim. Në fakt, Ylli, insistimi i Dinamos në krahun e djathtë për disa minuta i dha mundësinë që Përndreca të ishte aktiv në krahun tjetër dhe pati një moment çekuliebri. Këtë kërkoi dhe Daja lojtarëve ta shfrytëzonin, edhe pse ajo gjuajtja e Çevalies pati pak doza fati. Sumon Çefalia, topi që merr mjaft mirë, Kuran Berisha ka këtë shans, skuadra Dinamos. Berisha topi në qendër, Vila, në hyrje të zonës Vila, prot Malomo, topi për Malomo, kjo është goditja e tij, e devion në këndore, portieri Radua, shans për golin e tretë për skuadrën e Dinamos. Çfarë rikuperimi bën Klevi Çefalia. Dhe kjo goditje që ndalet nga Radua në goditje nga këndja e treta për skuadrën e Dinamos. Vjen krosimi lartë në zonë, godit me kokë, shkon jashtë! Një mundësi e shkëlqyer për golin e tretë për skuadrën e Dinamos dhe Ilir Daj me duart në kokë. Sepse Ylli duhet të jesh tu poshtë për ta kuptuar se çfarë hapësire kishte, kërceu mirë Përndreca, kërkoi dhe këndin ku nuk mund të arrinte portieri, por fatkeqësisht nuk. Në atë pozicion atë top mjaft ta çonte në portë, do të ishte një gol i sigurt. Vjen krosimi në qendër, ka godit me kokë dhe shkon në rrjet! Realizon golin e tretë Dinamo! Vulloset kualifikimi! Fabian Përndreca! I shpëton burimit të mbrojtjes, godet me kokë dhe realizon golin e tretë. Dhe tani më kualifikimi është i hipotekuar. Fabian Përndreca, një nga përforcimet e verës, lojtari Manu Azim nga Brylisi dhe festa tani të shfiruar dhe presidenti Bardi i Dinamos. Shihet mirë tjetër atë goditje me kokë që nuk i lasi mundësi reagimi portierit Florian Radua.